Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente dhe shohim energjinë që na vjen. Kemi diellin shenjën e Demit që ka hyrë në datën 20, që ka ndikimet e veta. Gjithsesi, shoh një energji shumë të bukur, një fillim të bukur, një dashuri e re. Ju shoh shumë emocional, lajme të mira në lidhje me shtëpinë, me familjen tuaj ose edhe nga ana ekonomike, por shoh që ndoshta mund të keni edhe fillime të reja, në një punë të re, në një partneritet, në një bashkëpunim. Dhe në mesin e javës, shoh që do lini problemet mbrapa, dëshironi të hidhni hapa para, si në lidhje me dashurin, me një dashuri, me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, që mund të ketë lidhje me punën tuaj, me anën tuaj ekonomike, me detyrime të ndryshme, në lidhje me kredi të ndryshme që mund të keni. Ose ju mund të jeni duke menduar se si të zhvilloni anën tuaj ekonomike, duke hedhur hapa para, duke lënë problemet dhe vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente. Gjithsesi, unë shoh që filloni të hidhni hapa, por në fund të javës ju shoh pak të lodhur psikologjikisht. Ju keni nevojë për një pushim. Një pjesë prej jush mund të keni të ndjeni të lodhur në lidhje me një dashuri. Bëni një fillim të ri, por ju mund të keni kaluar vështirësi në lidhje me një person të kaluarën ose me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet që keni. Dëshironi të lini problemet mbrapa, të hidhni hapa para dhe ju shoh që keni nevojë të pushoni për të menduar se si do të jepni drejtim situatave që keni në lidhje me dashurinë. Ose në rastin tjetër në lidhje me fëmijët, në lidhje me shtëpinë, në lidhje me studimet, në lidhje me anën tuaj ekonomike, për ta menaxhuar më mirë, për t'i dhënë një drejtim më të mirë. Ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me studimet, mund të kenë lidhje me dokumenta të ndryshme, por edhe në lidhje me shëndetin për një pjesë tjetër. Gjithsesi është një javë fantastike, në fillim të javës do keni fillime të reja, lajme, do ndjeni të gëzuar, do lini problemet mbrapa, do hidhni hapa para në lidhje me çfarë do lloj situate, thjesht mos u mbyllni, sepse ju shoh shumë të mbyllur, sikur jeni mbyllur në një kafaz, keni nevojë të qetësoheni, po mendoni, ndjeni të lodhur psikologjikisht, por gjithsesi ju të gjitha këto i bëni për t'i dhënë drejtim situatave të ndryshme që ju mund të keni, në lidhje me çfarë do lloj situate. Kjo mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me anën ligjore. Dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshmet, mund të jenë dokumenta shtëpie, dokumenta leje qëndrimi, leje pune, patent, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akretit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Kemi të bëjmë energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ujit. Atëherë unë ju shoh që ju dëshironi të stabilizoni diçka. Në lidhje me pjesën e personave që janë beqar, ju ndoshta dëshironi të keni një takim me një person. Për pjesën tjetër, dëshironi të stabilizoni njofjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja. Ose për një pjesë tjetër të stabilizoni punën tuaj, anën tuaj ekonomike, por dhe çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe në mesin e muajit, ju shoh që i jepni merrni me këtë person dhe mund të jetë një person në lidhje me dashurinë. Gjithsesi, ju shoh që mund të jeni duke u angazhuar me këtë person, ose në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër shoh që mund të merrni disa para, ashtu si do t'i merrni ashtu do t'i jepni, mund të keni shpenzime, pagesa të ndryshme, ose në rastin tjetër është një mes i javës që mund të keni dhe bashkëpunime
të merrni dhe të jepni në lidhje me bashkëpunime të ndryshme që mund të keni, ose në lidhje me angazhime të ndryshme. Dhe në fund të javës shoh që ju lini mbrapa diçka që ju ka shtruar. Mund të jetë një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie për të marrë një drejtim të mirë. Por gjithsesi unë shoh që në fillim të javës ju dëshironi të stabilizoni marrëdhëniet, largoheni, lini diçka mbrapa për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Mund të jetë një drejtim më i mirë në lidhje me dashurinë për një pjesë për jush, për pjesën tjetër për të stabilizuar marrëdhëniet tuaja, ose në lidhje me bashkëpunime të ndryshme, në lidhje me anën tuaj ekonomike, por mund të jenë edhe në lidhje me punën tuaj, me karrierën tuaj, ose në lidhje me partneritete të ndryshme. Gjithsesi unë shoh dhe festime në mesin e javës, stabilitet, festime, ju do jepni do merrni në lidhje me gjithçka. Në fund të javës lini mbrapa diçka për të bërë diçka më të mirë për veten tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shigetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Luanit, energjitë shenjave të Zjarit që jeni ju vetë dhe energjinë e shenjës së Demit. Atëherë për pjesën e personave që dëshirojnë të futen në një njohje, shoh që shfaqet një person që do ndiheni shumë të dashuruar me këtë person. Do keni një takim, i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë dashuri dhe në fund të javës ju shoh që ju do të gjoni intuitën tuaj në këtë njohje, në lidhje ose edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Për pjesën tjetër, ju shoh që do hyni në partneritete. Mund të jetë një bashkëpunim, një partneritet, ju shoh që keni lajme të mira, mund të jetë lajme në shtëpi, me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Dhe ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Ju shoh shumë karizmatik, shumë të vendosur, me një energji të jashtëzakonshme dhe në fund të javës ju mund të jeni pak sekret ose ju do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar deri tani në lidhje me një dashuri. Dhe shoh që ju do keni një vizion ndryshe në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Për pjesën tjetër, mund të zbuloni disa sekrete, ose në lidhje me një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me partneritete, bashkëpunime, ku ju do hiqni dorë, ndoshta në lidhje me një bashkëpunim ose partneritet që mund të keni pasur, dhe shoh që do keni vizion tjetër ose do t'i shikoni gjëra ndryshe në lidhje me punën tuaj, me karrierën tuaj, por edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme ekonomike. Gjithsesi, ju do keni një vetbesim, do keni një energji të jashtëzakonshme, ndoshta do jeni dhe në qendër të vëmendjes në mesin e javës, por në fund të javës ju shoh që ju sikur besoni intuitën tuaj në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, është një javë fantastike dhe për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi diellin shenjën e Demit. Shenja e Demit është një shenjë miqësore me ju sepse është energji toke. Dhe do keni një energji shumë të mirë gjatë kësaj jave. Gjithsesi, shoh që keni të bëni me energji të shenjave të Zjarit, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të Zjarit përsëri. Shoh në fillim të javës do keni disa një lloj egoizmi, mund ta them, në lidhje me dashurinë, ose ju mund të jeni në lidhje me dashurinë më tepër, e shoh mund të ketë një konkurrencë aty në rastin tjetër. Në rastin tjetër duhet keni kujdes në lidhje me disa konflikte që mund të jenë në lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj,
ose mund të jetë edhe një lloj ku secili mbron interesat e veta, gjërat e veta në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Gjithsesi, ju shoh që ju dëshironi të bëni një fillim të ri në dashuri dhe mund të ndjeni që në këtë dashuri mund të ketë disa konflikte ose një lloj konkurrence, por në fund të javës i jepni fund një lodhje të gjatë për të bërë këtë fillim të ri. Në lidhje me pjesën tjetër, shoh që ju mund të keni konkurrencë te vendi i punës, në lidhje me aktivitete të ndryshme që mund të keni, ose në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni, dhe do jeni duke i menduar mirë në lidhje me diçka. Dëshironi të bëni një fillim të ri, por është një fillim i ri ku ju do filloni të vini mençurinë tuaj në punë në lidhje me këtë fillim të ri. Por duke i dhënë fund diçkaje, një lodhje që ka zgjatur për një kohë të gjatë. Dhe kjo mund të ketë qenë në lidhje me njofjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, në lidhje me punën, në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me dokumenta dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni pasur. Por edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. E rëndësishme është që ju çliroheni, mund të keni mbajtur shumë përgjegjësi në familjen tuaj, mund t'i merrni situatat si keni, dhe kjo gjë ju ka lodhur, ose mund të keni mbajtur shumë te vendi punës, mund të mbyllni një projekt, mund të mbyllni një bashkëpunim, gjithmonë për të bërë diçka të re. Dhe shoh që gjithsesi është një javë fantastike. Thjesht duhet keni pak kujdes në fillim të javës, kurse në mes të javës dhe në fund të javës shoh fillime të reja dhe një çlirim nga situata që ju kanë lodhur deri në këto momente. Atëherë është një javë fantastike dhe në lidhje me ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, por ndërkohë dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë. Keni të bëni me energjitë shenjave të tokës dhe kemi energjinë e kullës këtu. Gjithsesi shoh që në fillim të javës ju ndoshta ka lidhje, jeni duke menduar në lidhje me një udhëtim ose në lidhje me shtëpinë, me familjen tuaj. Ju shoh që do ndiheni pak të mërzitur ose ju për një pjesë tjetër në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me punën nga ana ekonomike. Gjithsesi ju do dëshironi të lini këto gjëra mbrapa dhe të esni përpara. Një pjesë prej jush mund të jeni në udhëtime, thash, mund të jenë udhëtime në lidhje që ju të shkoni nga një vend në vendin tjetër, nga një qytet në qytetin tjetër, ose në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Dhe në mesin e javës shoh që ju do arrini të rregulloni ose dëshironi të rrisni atë shoh që investoni në lidhje me shtëpinë, me marrëdhëniet, në lidhje me anën tuaj emocionale, dhe mendoni se çfarë mund të bëni tjetër në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju ndoshta për një pjesë tjetër mund të lidhen dhe në lidhje me shtëpinë, ku ju dëshironi të sistemoni ose të rregulloni diçka në shtëpinë tuaj. Dhe në fund të javës shoh një ndryshim shumë të madh që vjen në jetën tuaj. Ndoshta është një ndryshim, mund të jetë një ndryshim i papritur, por është ndryshim për mirë, por mund të jetë edhe një ndryshim që ju e keni menduar, sepse shoh që në mes të javës do keni ide në lidhje me gjërat që ju dëshironi ose që dëshironi të ndryshoni. Ju mund të ndryshoni një vend pune, mund të ndryshoni diçka në ambientin tuaj, në hapësirën tuaj, në shtëpinë tuaj, ose mund të ketë çështje që lidhen me përmirësimin e jetës tuaj, të përditshmes tuaj, ose në përmirësimin e njofjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me studimet, ku ju dëshironi të vini një rregull, fillojnë lindin dhe ide të reja. Ndoshta ju keni studiuar dhe në momentin që ju keni plotësuar atë bagazhin tuaj, jeni duke menduar se çfarë mund të bëni tjetër dhe aty lind një ide. Dhe me lindjen e kësaj ide shoh që ndryshimet janë të mëdha në lidhje me ju. Ndoshta ju do filloni të
të ndryshoni diçka në mënyrën se si do paraqiteni, në mënyrën se si studioni ose në idetë që ju keni në lidhje me njofjet, lidhjet, marrëdhëniet me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Është një javë fantastike edhe për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë, në fillim të javës, ju shoh pak të stresuar, të tensionuar, sikur mbylleni brenda vetes tuaj, jeni duke menduar se si t'i jepni drejtim një njofje, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja, ndoshta dëshironi të çliroheni nga çështjet dhe situata që ju kanë lodhur për një kohë të gjatë. Që kjo mund të ketë lidhje me punën tuaj, mund të ketë lidhje me anën tuaj ekonomike dhe për të bërë një fillim të ri. Dhe për pjesën e beqarëve, shoh që jeni duke menduar rreth një personi dhe në fund të javës do keni një takim me këtë person. Do jeni duke shprehur emocionet, për një pjesë tjetër do jeni në udhëtime, mund të jetë edhe një person që është në distancë nga ju. Ose për pjesën tjetër mund të keni dhe kontakt me familjarët tuaj, vëllezër, motra ose diçka tjetër, sepse shoh që një takim shumë dashamirës në lidhje me ju. Ndërsa për pjesën tjetër, ju do të jepni fund një projekti, një bashkëpunimi dhe mendoni se si të jepni drejtim për të filluar diçka të re, ose ju mund të jeni ndjer shumë të lodhur në lidhje me punën tuaj, ndoshta ju keni mbajtur më shumë nga ç'duhet dhe ka ardhur momenti që ju ta mbyllni ose të çliroheni nga këto situata për të filluar diçka tjetër, një punë të re. Dhe unë shoh që hyni në një partneritet, por është një partneritet që është shumë i mirë në lidhje me ju. Ndoshta për një pjesë tjetër mund të jetë një person dashamirës që mund t'ju mbështesi në lidhje me një partneritet ose t'ju ofroj diçka në lidhje me punën më të mirë, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme që ju do keni. Gjithsesi, është një javë çlirimi. Ju në fillim të javës jeni duke menduar se si t'i jepni drejtim situatave, ndoshta do mbylleni dhe pak brenda vetes tuaj, por kjo do ndodhi ndoshta edhe për të qartësuar veten tuaj nga brenda, kjo do ndodhi në fillim të javës. Në mesin e javës çliroheni dhe në fund të javës ju shoh në njofje, takime, në bashkëpunime, në marrëdhënie do jeni më të konsoliduar, por shoh dhe partneritete të ndryshme që mund të keni gjatë fundit të javës, ose persona që do t'ju mbështesin në lidhje me një punë të re, me një partneritet ose me një bashkëpunim të ri. Atëherë është një javë fantastike edhe për shenjën tuaj. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill ende s'ka përfunduar, videot e javës që jemi, sepse dhe kjo javë ende s'ka përfunduar, dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali të bëjnë abonimin e tyre në këtë kanal, subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një javë sa më të këndshme, një mbasdite sa më të bukur për të gjithë ju dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.